Gjykata e Beratit të enjtë ka lënë në burg Kristo Memën, i cili 2 ditë më parë vrau me thik vizitorin nga Tirana, vetëm se ky i fundit preku kalin e tij në kalan e Beratit. 63 vjeçari ka shprehur pengesë dhe teksa përsëriti sërish se gjithçka ndodhi në gjaktësi e sipër, pasi autori e kishte ofenduar dhe shar nga familja. Po ashtu ai kërkoi falje edhe familjarëve të viktimës. Ngjarja e rëndë ndodhi në oborin e Kalas, në një nga zonat që aktualisht është në rikonstruktim në sytë e familjarëve të viktimës dhe turistëve të tjerë. Sipas burimeve, është bërë e njohur se 63 vjeçari nuk kishte leje për të shëtitur turistët me kal përkundrejt pagesës, megjithëse këtë aktivitet u shtonte prekosh në kalan e qytetit muze. Nga hetimet e kryera, Kristo Mema kishte kryer një tjetër vrasje në vitin 1993, por në Berat, kur kishte goditur fëmijën e tij me thik pas një zënke për motive banale. Pas kësaj ngjarje ai ishte larguar në Greqi dhe për rreth 25 vite kishte ndryshuar dhe identitetin dhe përtorte emrin Konstantin Hoxha. Për kririmin e parë, ai nuk ka vojtur asnjë ditë burg.